vdej dhe në vitin 1991 u bën dimitimin në janar në vitit 1991 u bën dimitimin të Tropoj. Pra, u bën dimitimin të Tropoj në vitin 1991 për faktin dhe frut, shkak i këtij ishte gabimi i Partisë Demokratike që bani kryetar Partisë Demokratike një që ishte instruktor në komitet ekzekutiv. Pra ishte instruktor në komitet ekzekutiv, prej në orën 7 e deri në orën 3 punonte instruktor në komitet ekzekutiv, dhe në orën 3 vinte kryetari i Partisë Demokratike. Pra kjo ishte parapranueshme për njerëzit dhe në mitingun nuk e marrë në datën eksakt, por në janar në vitin 1991 u bë antimitingu i parë. U përplasëm ne me ata që bënë antimitingun dhe si përfundim fillojnë sherrët në Tropoj. Pasi u bën dasit mes dy forcave PD, PS. Ajo ishte gabimi im. Gjithë njerëzit ishin për ndryshimin. Por, nga që Partia Demokratike bën një gabim taktik, jo si ishte ndonjë njeri i keq, që si ishte bën njeri i keq, po ishte instruktor. Prandaj u bën sherrri. Ky ishte shkaku i sherrrit. Kam folur me persona që ishin kundërshtar to dhe na thonë se çfarë u besua Partisë Demokratike kur kryetari i Partisë Demokratike ka kanë vënë instruktorin e komitetit. Edhe ngjarjet rradhën njëra mas tjetrës. Unë kam ndihmu studentat me ushqime, unë kam qenë shok me Izet Haxhi, kam qenë shok me Shpetin Balin. Shpetin Balia nuk di çfarë opinioni kanë tash, por atëherë ka qenë student i dhëtorit bashkë me Pal Serreqin, me një grup studentash, po sidomos Pal Serreqin, djali i Alfred Serreqit, ish ministri jashtë në fitoren e Partisë Demokratike, mas 22 marsit. Dhe unë isha shofer në tregti, kisha para, i nimojsha, ju gjitha. Jo, për gjitha ata që po na ndjekin, kërkojnë ndjes. Çfarë punë bënit ju? Çfarë? Unë kam qenë shofer në morën tregtare, Baramzor. Po, dhe mbas 90-s? Mbas 90-s kam punu këta kohë në policinë kriminale në Vlorë, kam punu pastaj në 98-ën kam qenë shofer në drejtorinë arsimore Baramzor. Po? Edhe masaj kam lanë, kam dalë invalid, se unë jam operu, kam vena plastike në 2 durët, kam blokim probleme me gjakun, dhe në vitin 1983 unë jam operu, kam vënë venë plastike aorta në 2 anë. Në spitalin numër 2 që u shatër, klinika e parë. Zoti Mustafa, tani ngjarja e parë e madhe dhe e rëndë që ende flitet dhe sot është ai atentati i parë që ish bërë Azem Hajdarit në vitin 91, teksa ai udhtonte me traget drejt Tropojës nëpërmjet liçenit. Dhe aty u vra Isuf Haluci. Ju keni qenë aty? Eksakt, dakor, po. Unë Isuf Haluci ne kam pas shumë shok. Shok e kam pas, por shumë shok kam pas vllai. Isufin ishim shok me Partinë Demokratike, me Lvizjet Demokratike, Isufi doli atëherë sa pa dal nga burgu, si bani burg politik shumë. Edhe atë ditë që erdhi Azem Hajdari në Tropoj, bashkë ishte Sali Berisha, Azem Hajdari ishin... Ju kujtojnë data? Jo, datat jam shumë jam shumë me datat, po vitet po. Në fillim? Po, në ishin erdhe u dulem për para, i dulem për para në qafë në sipër firë dhe atje u dulem për para, herë shumë erdhen, erdhen në Tropoj, shkum për vizit tek varri, tek tyrbja e Devrishluz, dhe të thëmë vërtetën, aty ishte shgënjimi më i madh më, pak i për mua dhe për shumë njerëz. Kur të këtyre e Devrishluz e mori fjalën Mehmet Elezi. Mehmet Elezi ishte
ka kaluar shumë etapa në kohën e komunizmit, në Barancur sekretar i Komitetit të Rinisë, në Tiranë sekretari i parë i Komitetit Shëndetësor i Rinisë, sekretari i dytë në rreth në Elbasanit, e shumë etapa, dhe kur e mori fjalën e tha, ky burr merr ato, çka tha me këtë mjekër të vllash që ka luftu për demokracie për kështu shekuj në vite, me thonë drejtën, aty merri me vjellë. E thash Azemit, që është telat me folkit komunist. Kur ky person, Mehmet Elezi, kur ju ka pre mjekra Dervish Luz, ka qenë vitin 67, du të kemë qenë, atër kam qenë në shkollë fillore, ky ka qenë në shkollë të mesme, ja ka drejtu rinin e Baramcurit, i ka frymëzu për mja pre mjekrën Dervish Luz. Se Dervish Luz ja pre mjekrën kështu në mënyrë demonstrative? Po pra, ja kanë pre mjekrën në Tropoj, e kanë rrath, e kanë masakru. Dervish Luzën? Dervish Luzën? Po, Dervish Luz, ky Mehmet Elezi. Mehmet Elezi me... Për gjithë ata që më ndjekin, për qenë qartë, në momentin kur u bë me ligj ndalimi i fesë në Shqipëri në vitin 67, Dervish Luz, një personalitet dhe një klerik i jashtëzakonshëm i fesë bektashiane, shumë i dashur për popullin e Tropojës. Dhe një personazh edhe sot atë dashuria për të ende vazhdon e përcjell brez pas brezi, i kanë prerë mjekrën në mënyrë demonstrative në Tropoj, në Barancur. Në Tropoj, po, ku ishte sekretari i një, ishte Mehmet Elezi në atë. Wow. Komitetin e Rinisë. Po dhe pastaj çfarë ndodhi? Ky po thosh thash Azemit, ja më t'ia fut në gjerë për të hiqja mikrofonin. Leja tha Azemit, çfarë më tha doktorët, Sali Berisha tha e ka marrë. Si përfundi marraj mitingu, ajo takimi aty të tyre të Dervish. Këtë kohë djali i Xhaxhait, Azem Hajdarit, kishte bën një aksident me makinën e Azem Hajdarit, me një Ford që i kishin falë Azemit, disa shokë të vet, edhe ishte në spital. Shkojmë na, e shofim, makina është dëmtu, mirët vendim që mira shtut, merë vendim Azemit që me qu makinën në Tiranë. Dhe i thot Jusuf Alucit, merë makinën time, vene një kamion, e ven një kamion, dhe me qu në Tiranë në përmes tragetit, për të rregulluar. Më thonë mua, ishë të PD-ja, ishte PD-ja, ishte edukatët, ishte komitetet e Barancurit, edhe më thonë, me qenë që isha shofer në tregtim, a ka mundësi, thonë, me ne gjithë 20 litra benzin, aty është 20 litra, në fakt, benzin, me qenë që ti ke kamion zith, isha unë tregtis, dhe kisha 800 litra fond në karburantën e Barancurit, në pikën e furnizimit, e ishte në emrin tim, dhe mirë shaun e thirmot shaun. Sa shpo mërë pa e japë. Edhe se këtë benzin e donin për fugonin që përnonte me benzin e përparim me Çavushnit, i cili do shkonte bashkë me fugonin e tina, me shoqëru makinën kur ishte kamioni me veturin e Azem Hajdarit, dhe me këtë fugon do shkonin Qanit Qerjama, një djalë nga Babroj Tiranë, dhe Skënderja Upi, shokit të ta shok ato, edhe të Jusuf Alucit. Edhe Qanit Qerjama kishte ardhur në Tropoj me një primitiv, kishte ardhur me një motor, java. Edhe kishte marru benzina, a i kishte pësu defekt, nuk e di. Dhe e kishte hypë në fugonin e përparimit e motorit. Okej, thashën do t'ja shkur të benzinën, bim të ke karburantu, edhe aty ishte hajnja në gruë që përnë aty, thashë do t'ja bish 20 litra benzin, unë në emrin tim. Unë kisha një fugon timin, e shudhe, faktikisht benzinën edhe për veti, unë një fugon si atë, sa për kisha morë atër, edhe ishte me 20 litra
mi dhonë për pranimit. 3 litra muja e firme në këtë kohë që po frizdosh me karburant. Fugoni ishte i Suvalucin, ishte përparimi Qaushi, ishte Skanderia Upi, Qanit Qerjama, ishte Petri Gjyryqi një policë, që nuk jetën më havajt. Edhe, po furizosh, në këtë kohë vjene Azem Hajdari nga qyteti, qafë qyteti, ashtë do 200 metra. Vjen me një vetur tjetër, edhe zbret. Zbret e vjen, e kalon rruga afër Karburandit, vjen aty. Përshëndetje, thot, faleminderit, tha mu bëram që dhe benzinë, e kështu, ka gjatë ashtë, edhe i thot i Cufi kishte vesh një meshin zi. Meshin, edhe Azemi thot i që thot, veshe për dësyën tim, thot, se duket automatikë, thot, kur të dalsh me automatikë. Thot, po e kam hes tyte në thot automatikë, thot, nuk ka shto. Jo, merë, thot, edhe ja heq meshinin i Sufit dhe ma ja heq. E ka, edhe ja heq meshinin, e heq i Sufi meshinin, edhe vesh për dësyën e Azemit. E vesh për dësyën e Azemit, edhe, thot i Sufi të i qesh, po ku diun me majtë e këtë zjas me vesh me rrypin, me mërthy. Edhe Azemi e thot shumë mërthet rrypin, edhe në këtë kohë vjene nga poshtë, ju kanë qenë asistentët ma vonë, dyret asistentëve, edhe vjen Sali Lusha bashkë me, nuk e më kujtojë mirë, për më shkelzen Hoxha më duke ta se kush ka qenë adire, nuk e mojë me mirë, ka qenë me i shok toni, edhe afro thot, i snufta të gëzot, duke si deputet. Edhe Azemi thot, unë do bie thot, në buja, thot, me pa thot, të kështë një shpata, e në atë po kishin vra një djarë nga fisit shpata, se kush të zma nuk dhje, po kishin vra ka qenë ekonomist në kooperativë bujësore Margega. Se egzistorin kooperativë, ka po masë që të dhejtë. Edhe, thot mu, thot që mund kishtë të thonë aty të përdejën, pa të thonë që i baran të të dalë shpara Arbenimami, se do të vi me target, edhe do të ashesës për në baran të thonë, edhe mas dite do bojnë një takim. Okej, thashun, këtë kohë thot, Azemi mu baran, thot, erdi Arbeni, është këtë turizmë, Arbenimami, erdi nga qafë e monit, thot. I më shko të tragetu, thot. Në dakor, thashun nuk shko. Ja vazhdojnë një Sufit e këtyne që po ishë për Tiran, sa në falimderet, i kënë hypen si për në qytet, së është një malore, hypen një kamion i Sufi me kamion në vend parë, ka me fugon, edhe shkun këtë trageti. Unë me eta po pishë shamasdite për mu takue me këta të pedes, i thonë me grustime, nuk i ka thashën prandaj ma po të reken vlati, në të kohë të vlajim, mas e gjysore shte këtë punë. Vjen vlajim që nuk jetë në me Mustafaj, e nga që të morë dhe ashaj, të morë dhe shashbonë, jo i thashën. Sa të kanë gjujë, sa këtë tragete, sa kanë gjujë një Suvalucin. Ka thumër, thashë. Jo mërë burë, po, ta ku është për spitali. E u ndalë, për herë marë fugonit, e ndalë për më shku të spitali. Tek Rumullar, ku të rrethi policat, të para që busit barancurit, unë pashë Nuri Hajdari, bashkë me shoqen sa e rrës gjithë, sa të rrinë gjithë mund bashkë, edhe më thretë, ku për shkon tash? Kanë plegu si Sufin, jo këta se ka vdek, e kanë e qojnë të shpia. O kusht aty, më lemë mund të në telefon të shpicë. Okej, sa shumë, mora në urinë e rrëtën, unë i ka me shpeci, pak kisha me më kohë, nga shpecia që kisha më putë rrybi motorit, e lo makinin pek në fund, ke ura e fundit qytetit, poshtë varezave, e unë i të më kam shkum kë shpia. Shkum kë shpia i Sufit, vlazë i Sufit është, e familjes, edhe aty në moment, e zbëtëshin, edhe ishte një fragment që një pashu i të mërëshëm, një vajzë, se i Sufit ka pas modër, për një vajzë duke dikur si ishte ajo, edhe sat, po bërtit ke, se nuk kena përtasim kuku,
femnat. Edhe i thot nana Isufit, myllë gojnë meqë, thot se si ka thonë kur nana u kuash me dep, po lumë nana, se burri des pej plumi, edhe sot lumë nana pa. E shketa. E kutim, e morëm trupin, e futem aty në katin e pas, ishin cadoma, dhe më thonë muë, ti para me istan, me qenë të kini pas shok, me sa Mustafa një krokën në kushërinjë tim, dhe jam shumë mirë me ten, veç kushërinjë që kam. Do të talani, thot trupin i Isufit, po mërë thashun, mos e pa problem belojmë, kur s'kësha latë dekun, s'ka latë gjallë, po dekun një të jo, edhe e lajmë. E lajmë, e veshim, e kishim marrë plumat nga mrapa, edhe dalë për para të zemra, nga mas të kishtë si kullot makarora, pika të zeta, se nga për para ishte banë grot. I kishin vunë, pa mu ke mostatik për me nërgu gjakun e këta, po prapë artën dhe gjakun. E murë, i po kjo të ashtë, do mënë kjo është cestja, vrasja, kur pëndu vrasja i Sufalusit. Kush e vrau? Ma voni morë vesh se ka vrau Ferit Kërnoja. Po pse dhe para njërë kjo ndërrimit të gjupit me pardesyn, ajo e ka vrar një distancë largët, bese? Jo, ajo ka vrar të trageti, e ka vrar në distancë aftë aty të trageti. Po e ka nga të ruar? Nuk di të thëmë ketë, unë nuk di me thonë ketë se kjo është një gjanë shumë të ditshme, por aty e ndrodhi, të mund grupin një amori asdemi edhe përdësy një vakë. Tash, a i ka thonë që mua Ferit Kërnoja, ka thonë Ferizit që mu i Sufi më ka rash punë në Tiranë. Pes kjo të vërteta, vetëm ata e Zoti e di. Por kjo ka ndodhur, po thëmate që ka ndodhur. Si kush i ka qëlluar me shpull? Ferit Kërnoja në gjyq, ka thonë që i Sufaluti më ka qëlluar me shpull në Tiranë. A e ka thënë në gjyq?